Vajza shqiptare që nuk foli më. Kemi dëgjuar shumë histori, por kjo histori që do t'ju tregoj tani na i ka shkruar një zonjë shqiptare, e cila me zdimjesh na tregon historinë e vajzës së saj, që në atë kohë ishte një vajzë si gjithë të tjerat, por ajo që ndodhi i mori gojën. Ndiqeni këtë histori deri në fund dhe do dëshiroj një komentin tuaj sepse këto janë ngjarje që ndodhin. Dhe kur i ndodh dikujt, ti thua, ama se i ndodhi atij. Por kur të ndodh ty, personalisht ndryshojnë gjërat. Të njëjtat fjalë që ka përdorur zonja shqiptare që na ka shkruar. Kush është rastësisht do t'i lutesha nëse nuk e ka bërë, le t'i bëj like faqes që të shihemi sërish dhe ju falenderoj që jemi prerë bashkë. Bëhet fjalë nga vitet pas viteve 1980, në një fshat të Shqipërisë, një familje normale shqiptare kishin 3 fëmijë dhe zakonisht një nga këta fëmijë, vajzën e vogël, e çonin shpesh që të bënte të psoniste sepse kishte 2 vëllezër dhe ishte kjo vajzë e vogël. Vajza e vogël në atë kohë ishte 9 vjeçe, 8 vjeçe gjysmë. Dhe e keni parasysh si ishte në atë kohë, pas viteve 80, për eksaktësisht ishte 85, viti 85. Në atë kohë, kush ishte më i privilegjuari ishte vllai i madh, sepse vllai i madh rinte në shtëpi dhe familjarët e tjerë i jepnin gjithmonë së bashku me të jepnin urdhra fëmijëve të vegjël, pra motrës ose vllait. Dhe kjo ishte motra e vogël që bënte çdo punë, pastronte, rregullonte çdo gjë. Ishte vajzë shumë e zgjuar dhe e hedhur. Dhe siç tregon nëna e saj, i pëlqente të lexonte, i pëlqen historitë, i pëlqente çdo gjë. Dhe ishte shumë e zhdërvjellët, solare si thonë në italisht. Dhe që ka përdorur këtë fjalë kjo zonjë sepse tashmë gjendet në Itali. Dhe kishin dëgjuar një histori që e tregonin siç tregoheshin atëherë disa histori në mbrëmje, kishin dëgjuar një histori që të një gruaje e quajtur gruaja pasy. Tregonin për këtë grua pasy, në fakt ç'është e vërteta, në disa zona të Shqipërisë tregohet kjo grua pasy. Nuk e di keni dëgjuar apo jo, por ka disa zona të Shqipërisë që tregohet për një grua që del natën dhe është pasy. Dhe ajo merr shpirtrat e njerëzve, të fëmijëve, jo të njerëzve. Kështu tregohet nëpër këto legjendat popullore shqiptare. Dhe vajza i kishte dëgjuar. Flisin dhe si fëmijët e tjerë, ndonjëherë kishte edhe frikë, por sidoqoftë kishin kaluar kohë dhe ishte kohë vere. Bënte shumë vap dhe një nga vëllezërit i tha që të shkonte në dyqan. Shkoi në dyqan dhe ishte mbrëmje, siç thoshte dhe kjo zonja se ishte e madhe në moshë, ishte aksham. Dhe ishte mbrëmje dhe si e kishin atëherë në Shqipëri, dyqanet në një orë të saktuar mbylleshin, nuk ishte si sot që rrin hapur, atëherë ishin dyqane shtetërore. Por vinte një orar, për shembull pas orës 8 në darkë dhe të gjithë mblidheshin. Ndonjëherë rrinin gjysmore ose ndoshta edhe 40 minuta sa për të bërë inventarin. Dhe mori çfarë kishte për të marrë vajza dhe u kthye. Mirë po kishte harruar diçka për të marrë. Dhe u mërzit vllai dhe i tha shko dhe merre. Dhe shkoi. Teksa iku rrugës nuk kishte asnjë problem, por kur shkoi tek dyqani ishte mbyllur. Dyqanxhiu po bënte inventarin, ishte mbyllur derën dhe nuk e hapi. Kështu që vajza mbeti jashtë, ishte jashtë dhe u kthye në shtëpi. Teksa kthehej në shtëpi nga vendi ku ajo ka vendi dyqanit derisa të kthehesh në shtëpi, ishin rreth 500 metra parafërsisht dhe ajo kalonte një urë përpara se të shkonte në shtëpi. Dhe kur kalon aty te kura, shikon ulur mbi cepin e urës, shikon një grua. Dhe vajza ishte detyruar të kalonte aty, nuk mund të bënte të kthej dot mbrapsht sepse ajo ishte vetmja urë që mund të kaloje
Me një fjalë, kishte edhe diku tjetër më larg, si thot kjo zonja, por ishte shumë larg. Dhe nuk e mendoi vajza, kështu që kaloi tek ajo urë. Dhe u kthye dhe e pa teksa po kalonte. Siç e përshkruan vajza, gruaja ishte komplet e bardhë në fytyrë, por ishte komplet e veshur me zeza dhe me një shall në kokë, jo shami, po shall, dhe shalli ishte i zi, me thekra, me ato kthetra, me kthetra të gjata. Dhe u kthye që e pa. Me një fjalë, u kthye që e pa, nuk e shikte dot, sepse gruaja, sipas gjasave që tregon vajza, që e përshkruan vajza, nuk kishte sy. Pra gruaja ishte ajo gruaja që flitej shumë, që thuaj që ishte një grua që s'kishte sy. Gruaja pa sy, siç i thoshin ose siç i thonë në disa zona të Shqipërisë. Sapo e pa vajza, vrapoi sa nuk kishte më. Por teksa vrapoi, ra dhe rënkonte, sepse edhe u vra në gjunjë, u vra në fytyrë, në duar, dhe ashtu zvar me vrap mbriti në shtëpi. Ishte e gjakosur. Por të gjithë i thoshin çfarë ka ndodhur, ajo nuk thoshte asgjë, vetëm rënkonte. Problemi ishte që kryesor, atë që thotë edhe nëna e saj, që atë mbrëmje të gjithë menduan që si ishte ndonjë gjë kush e di se çfarë, ndoshta u trem nga diçka dhe nuk insistuan që vajza të fliste, sepse vajza për gjatë atyre 1 orë, gjysmë 2 orë, si tregon nëna e saj, nuk foli më. Dhe menduan që do i kaloj. Po ky është problemi kryesor, sipas specialistëve, që në momentin që ndodh shoku i madh në mendjen e një fëmije, ti aty duhet ta rizgjosh, ndryshe nuk e për ta rizgjuar kurrë. Në fakt, ajo që i ndodhi vajzës, sepse që nga ajo ditë, ose më mirë që nga ajo mbrëmje, vajza nuk foli më. Kanë kaluar gjithë këto vite, sot është e madhe në moshë dhe nuk flet më. Nuk flet më, dhe atë që thot edhe zonja që na i ka shkruar këtë histori, më lutet duke më thënë që nëse ka ndonjë mënyrë se si vajzës të mund t'i vi fjala. Unë nuk jam askushi, nuk mund edhe të sugjeroj gjëra që nuk janë në kompetencat e mia. Këtu jemi gjithmonë vetëm në një vend ku diskutojmë së bashku për të treguar disa nga misteret e jetës, sepse unë mendoj që pjesa dërmuese e jetës sonë është e mbushur plot me mistere, dhe që së bashku mundet që të kuptojmë më shumë. Por te i kësaj nuk kam grada që të mund ta sugjeroj zonjën, dhe më vjen shumë keq, sinqerisht më vjen shumë keq. Unë kam treguar një histori, e gjitha kjo doli, pra kjo histori që na ka treguar kjo zonja, doli për shkak të gjarprit që ju kam treguar para disa javësh, të hallësime. Unë do t'ja u tregoj shpejt ata që nuk e kanë dëgjuar, që të kuptohet se si të gjithë e dinë që gjyshi im ishte një rufai, pra bënte magjira, le të themi, kështu që sepse ishte bektashian. Dhe ai i dinte disa teknika të njerëzve, të gjarpërinjve, apo ku ta di unë. Dhe ishte jaftë për këtë. Në fakt, ai kishte shëruar shumë njerëz sepse ishte një mjek popullor. Dhe një ditë kur halla ime kalonte, ishte e vogël, halla ime kalonte një rrugë, i doli një gjarpër. Dhe teksa i doli ky gjarpër, i mori gojën. Dhe halla nuk foli më për disa orë, derisa u kthye nga arat gjyshi. Dhe kur u kthye nga arat, nuk e thërriti kush. Në fakt, ai u acarrua pse nuk erdhët të më kërkonit, që të më thoshin. Dhe kur u kthye ai, vajza ishte komplet, me fjalë halla, ishte komplet e mbuluar me djers, sepse shtrëngoi që të mund të fliste, nuk mund të fliste dot.
kjo është një diçka psikologjike, është tepër e rëndësishme, sepse në qoftë se nuk bën diçka pikërisht në atë moment që ndodhi fakti, s'ka për ta marrë kur veten dhe nuk ka për ta marrë kur fjalën fëmia, sepse zakonisht u ndodh fëmijëve. Në fakt ajo që bëri dhe gjyshi aty bëri një akt të tmerrshëm, të fortë, që nuk mund ta them këtu, po sepse bëhet fjalë për një akt, sepse fëmijët mund edhe të paragjykojnë, për fëmijët që dëgjojnë këto video, dhe bëri një akt të fortë dhe pastaj e qelloi me shpull. E qelloi me shpull dhe u acarrua, në mënyrë që halla të mund të zgjidhte këtë problem që po kishte ndodhur aty. Pra në momenti që zgjidhi këtë problem, i erdhi fjala dhe bërtiti, që nuk e kishte bërë ajo. Dhe sa po tha fjalën, aty filloi që të fliste. Në fakt çdo gjë shkoi mirë dhe halla u shërua, pra filloi që të fliste. Pse po ajo them këtë? Sepse njeriu në këto momente, zakonisht fëmijët, siç ju thash, u duhet me se s'bënd që të bëni diçka që të jetë ekstreme, diçka ekstreme që mund t'i marrë ta rimarr veten fëmia. Dhe pas gjithë këtyre viteve që ajo vajzë nuk flet më, është e vështirë. Me fjalë, mund të themi që është pothuajse e pamundur që të marrë veten dhe të mund të riflas. Megjithatë, ne kemi shumë raste në të gjithë trojet shqiptare ku shpeshherë edhe më kanë shkruar, por edhe kam dëgjuar, bile në disa tregime do mi tregoni dhe ju, ku flitet për disa njerëz që kur kanë parë diçka u ka marrë gojën, zakonisht i gjarpërinj ose një shok i madh, i kanë treguar diçka ose ka parë dikë që është vrarë, ose ka parë, pra kur mendja e njeriu të pson një shok të madh, nga ai moment mund të psoj disa probleme të forta që i përcjell ato për tërë jetën dhe nuk i ikin. Dhe kryesisht është marrja e fjalës, ose më mirë bllokimi i fjalës. Pra, kjo që i ka ndodhur edhe vajzës që ju thash, tani, kjo është ajo që çka përshkruan vajza, që pak të gruan pa sy, mundet që t'jetë dhe një halucinacion i saj, ne nuk e dim. Megjithatë, ajo padyshim psoi diçka atë mbrëmje që i shënoi jetën e saj. Dhe unë do dëshira një komentin tuaj, a keni dëgjuar histori të tilla, dhe këtë histori ndoshta dikush nga ju e njeh, por megjithatë, a keni dëgjuar histori të tilla? Çfarë mendimi keni për këto argumente? Pres komentet tuaja, ju përqafoj, ditë të mbarë.